Optimizmi i Edi Ramës për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 nuk ka mbështetje reale në terren. Kjo qasje e shefit të qeverisë, artikuluar shpeshherë me gjuhë triumfaliste, nuk pasqyron problemet strukturore që mbajnë peng procesin e integrimit. Shqipëria vazhdon të ketë deficite serioze në sundimin e ligjit, lirinë e medias, ndarjen e pushteteve dhe kapacitetin e institucioneve publike. Raportet e fundit të Komisionit Evropian evidentojnë mungesë progresi real në luftën kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave. Vetmarrja penale dhe konfiskimi i pasurive nga aktiviteti kriminal mbetet simbolik. Shqipëria është sot një nga vendet me nivelin më të lartë të kriminalitetit organizuar në Ballkan. Tregu i drogës, qarkullimi i parasë së zezë dhe kapja e ekonomisë nga struktura kriminale dhe klienteliste është fenomen i njohur dhe i dokumentuar nga agjencie europiane dhe organizata monitorimi. Pavarësisht të retorikës zyrtare, sistemi i drejtësisë është ende nën presion politik dhe nuk është i pavarur. Reformimi i tij ecën me ritme të ngadalta dhe rezultatet nuk justifikojnë as fondet dhe as mbështetjen e dhënë nga partnerët evropian. Optimizmi nuk mund të bazohet mbi data simbolike dhe premtime publike pa plan konkret veprimi. Procesi i antarësimit në BE nuk është një garë propagandistike, por testi i kapaciteteve reale të një shteti për të respektuar dhe zbatuar standarde të forta demokratike. Shqipëria nuk mund të antarësohet në BE pa ndryshuar rrënjësisht modelin e saj politik, pa garantuar pavarësinë e gjyqësorit, pa luftuar korrupsionin në nivelet e larta dhe pa ndërtuar ekonomi transparente. Sot, asnjë nga këto kushte nuk është i arsyeshëm. Asnjë nga këto sfida nuk mund të shmanget me komunikim politik optimist. Qytetarët nuk kanë nevojë për retorik, por për reforma të ndjeshme që ndryshojnë realisht jetën publike dhe besimin tek institucionet. Deri atëherë, çdo fjalë për pranimin e afërt të Shqipërisë në BE mbetet spekulim politik i brendshëm.